Rikthehemi pra në studio, në krahun tim të majt e kemi Agim Kekën, kryetari i Federatës së Bejsbollit dhe Softbollit të Kosovës. Faleminderit shumë që jep prezant. Faleminderit që na keni ftuar. Edhe në krahun tjetër, në krahun tim të djathtë është Zach Potts, profesionist i bejsbollit, baseball professional player. Thank you for being here at Radio Dugazini. Faleminderit, I'm so grateful to be here. So you've learned Albanian? Faleminderit. A little bit. Yeah, Merdita and yeah, that. Po e pyes Zekun për përshtypjet e para pasi me sa kuptova është vizita atje e parë në Kosovë. Basically this is your first time visiting Kosovo. Yes. How did you feel it? It's really incredible. I've been so impressed by the hospitality of everyone. Jam i impresionuar dhe kam jetur manitur me mikpritjen. Yeah, and really, I mean, the food obviously is incredible. The country is beautiful. I was able to go on an incredible hike on Sunday. Vendi është po ashtu shumë i bukur, ushqimi po ashtu shumë i shijshëm, e kam shfrytzuar rastin me shku edhe në hiking të shtunën. And really just kind of the overall experience with being able to kind of help out with Baseball 5 has made me feel a part of the community in only 6 days being here. Edhe pjesa ku jam marrë më pas me passion e bejsbollit ka qenë një eksperiencë shumë e mirë që më ka ofruar me komunitetin Kosovë. Po ndalemi pak te Agimi. Agim, një profesionist i bejsbollit, viziton Kosovën për herë të parë. A diskutojmë pak për detajet edhe arsyeën e qëndrimit Zach Potts në Prishtinë? Detajet veç po dihen për çka ka ardhur profesionisti Zach Potts nga Metro Stars të Vjenës. Ne kemi fatin që kemi edhe miq gjithandej në për botë. Miku jon Mike Johnston na ka rekomanduar Zach Pottsin se këtë javë kanë pas të lirë ata me lojë, se është profesionist lojtar. Edhe nëse kishim pas mundësi që Zach i merrte na dhe me ndihmu kombëtarës tonë që do të përfaqësojmë ne si Kosova Baseball and Softball Federation në lojrat mediterrane në Taranto. Me ardhjen e Zekit ne kemi përparuar shumë në aspektin e taktikës lojës, në aspektin e zhvillimit të agilitetit, edhe pse lojtarët e kombëtarës i kemi themi shumë atlet që vinë nga sportet ndryshme, nga atletika, handbolli, volejbolli, apo kemi edhe lekën që vjen nga profesioni i boksit, profesionist, që do të thotë i kemi lojtarët shumë fit edhe atlet për çuditë të Zekut kur i pa i tha që kanë shumë të mirë, se janë sportista profesionistë të lëmive të ndryshme, kurse ne për fillimin e futjes së lojës së bejsbollit klasik në Kosovë si federat, edhe bejsbolli me 5 lojtarë që quhet Baseball 5, do të na ndihmojnë shumë në të ardhmen që ta zhvillojmë këtë sport edhe ta sjellmi në vendin ku e meriton. Çka vallon Baseball 5? Baseball 5 është një për me pas qartë shikues, është sikur futbolli i madh dhe futsalli, është futbolli i vogël. Do thotë Baseball 5, vetë numri 5 tregon që luhet vetëm me 5 lojtarë, kurse baseball i madh luhet me 9 lojtarë. Ky Baseball 5 luhet pa shkop. Pra nuk përdoret shkopi hiç. Goditja përdoret me dorë, edhe agiliteti është i njëjtë, rregullat janë të njëjta, edhe një dallim tjetër është se luhet mix. Do thotë ekipa përbëhet nga 8 lojtarë, 4 djemë dhe 4 vajza, por në fush janë vetëm 5. 3-2 djem ose çika ose anasjelta. Do të gjithmonë edhe gjatë ndrrimit me qenë 3-2. Kur nuk do të me qenë 4 djem e një vajzë. Më ndryshu gjenia. 3-2. Gjenia mund të më ndryshu, po 3-2. Po gjenia më ndryshu, po shifrat ndodhen me të njëjta. Me 3-2 gjithmonë. Zach, your experience in Kosovo with Kosovo national team, how was it? It's been great so far. They've given me so much respect, which I'm so grateful for. And deri më tani thotë që më kanë dhënë ekipi shumë respekt dhe jam shumë i mirënjohës për këtë. And I'm really impressed with their ability to adapt to Dhe this jam new impresionuar thotë me aftësitë e tyre për t'u adaptuar në situata. Yeah, and so each practice we've seen a ton of growth. They've really listened to me when I've kind of given them suggestions because they know the game basically. And so I'm able to really help give them some nuances and extra strategy. Dhe gjatë stërvitjeve kanë qenë shumë të vëmendshëm dhe i kanë marrë instruksionet edhe kanë zbatuar dhe thotë që shumica prej tyre tashmë kanë qartë lojën, megjithatë me informacionet shtesë është kompletuar. We're taking part on Mediterranean Games in Taranto. What would you think of this team? Yeah, I mean, I think this team is ready to kind of show the world that there is some baseball in Kosovo and that this is a new mund era. tregoj thot realisht Zak që në Kosovë ekziston bejsbolli i pashës. And I think really kind of ultimately Kosovo will be able to impress the international community with
with our ability to show that we know the game, we know how to play the game. Dhe natyrisht Kosova mund ta impresionoj me prezencën ndërkombëtare duke treguar aftësitë në baseball. And ultimately that Kosovo has incredible athletes that are ready to compete kind of anywhere in any sport. Edhe Kosova me sa kom pa ka atlet të gatshëm për të garuar në çdo sport. Grupi i Kosovës si do të jetë në Taranto? Grupin e kemi shumë interesant, për mu edhe më duket që është shumë i mirë, se kemi grupin me nacionet mëdha, si që në Spanja, Italia, Tunizia dhe Kosova në grupin A, në grupin B janë Franca, Greqia, Turqia dhe Siria, që do thotë këta 8 ekipe marrin pjesë atje. Grupi jonë me Spanjën edhe Italinë, vetëm emri Spanja, Italia, njerëz mendojnë wow, kundër kujt do të luajmë, po besoj që në këtë sport dallimi nuk mund me qenë aq i madh, nuk mund me na shkatërru ata neve me këtë lojë. Do të jemi aty, serios do të tregohemi edhe besoj që impresionojmë edhe ata se edhe na dim me lujt këtë lojë, se kemi mësuar, shpejt jemi, të fuqishëm jemi. Kështu më na shkatërru nuk mund. Edhe fjalët e Zek parafasisht kanë këto që po i thua edhe ti. Po është patjetër se e ka pasur çfarë atlet kemi, ne kemi fatin se vim nga komuniteti sportiv i sporteve të ndryshme, studentët tonë janë shumë agjel, janë shumë fizikisht përgatitur, edhe me ndihmën e këtij në aspektin taktiko-teknik, besoj që na do të dukemi shumë serioz atje dhe ashtu kështu të gjithë lojtarëve të kombëtarës sa herë që takomi pas trajningut me Zach Smith, të thotë kur takomi në drek apo në pije. Ashtu kështu unë i ligjëroj atyre që të thotë ne do të shkojmë atje për me u dok mirë, për me lënë një edukat si na ka hije, neve si komb, edhe me përfaqësu dinjitet shumë vendin tonë, që me thonë ato wow, Kosova pas ka diçka të mirë, me kallëzuar që me impresionu pak edhe me behaving, edhe me sjellje dhe edukim. Kësaj radhe e përmend edhe ti që është sport demonstrues realisht në lojrat mesdhetare në Taranto. Çka i bie kjo realisht? Kjo i bjen realisht se do thotë nuk janë në programin kryesor të lojrave mediterane akoma, sepse është sport i ri, baseball 5. Baseballin klasik nuk mund me luajtë se stadionet janë të mëdha, duhet me pas parasysh një stadion i baseballit klasik është më i madh se një stadion i futbollit tenas, siç është. Baseball 5 është sport inovativ, sport i shpejt me spektator afër. Kjo demonstruese është që do thotë të doket diçka e mirë për lojrat e ardhshme mesdhetare. Ne jemi si organizator 2030 në Kosovë, është në plan që edhe te ne të futet kjo sport baseball 5, që të jetë pjesë e programit kryesor. Kjo është demonstruese që do thotë ta kenë parasysh shikues me çka përballen. Nikosisht një përvojë shumë e mirë edhe për neve si shtet. Po, patjetër. Mësojmë pak me konkurrencën. Shumë e mirë si shtet, se kemi shtetet kundërshtare që janë themi thjesht alamet shtete. E kemi Spanjën kundërshtar, secili e paramendon me lujt kundër Iniestas apo Po. Ne kemi një sport tjetër, po e kemi Spanjën, e kemi Italien si kundërshtar. Do thotë Franca është në tjetër rond, Greqia është në tjetër rond, edhe ki Kosovën brenda tyre, ku në futboll nuk fatkeqësisht po mujmë akoma me arrit me u fut në grup me kësi nacione, po jemi akoma me grupet preliminare që janë do nacione pak më ndryshe. Ne jemi direkt e nacionet e mëdha. Po e pyes Zekun pak për hapat e parë dhe a mundet kjo me qenë si një farë lloj hapi parë në zgjerimin e këtij sporti dhe aplikimin e tij në Kosovë. First steps are made, Zach. Would you expect baseball 5 to get the expansion on Kosovo? Yeah. To be spread? Yeah, absolutely. I think once people really hear about it and see it and see how interesting and fast-paced of a game it is. Besoj që ka mu zgjeru si sport, në momentin kur njerëzit e kuptojnë edhe shohin se sa i shpejt edhe dinamik është. I think they'll be pleasantly surprised, and all the kids and honestly all of the kind of students and other athletes will want to go ahead and try and play it. Edhe fëmijët të grupmoshave të reja, por edhe studentët, unë mendoj që kanë me dashur me provu sportin e baseball 5. I think also one of the main benefits of baseball 5 is it's very accessible because you play in a smaller area and you just need the ball and then you're hitting it with your hand and you're being very, very athletic. So it's just a fun game to play. Në realitetet baseball 5 është i lehtë për të aplikuar se nuk nevojiten shumë gjëra, nevojitet një top, goditja e topit edhe është dinamik edhe lehtë i qasshëm.
Did you get used to, for example, Europe being soccer being number one sports in relation to the US? Yeah, and it kind of seems like a great kind of challenge for me to try and bring baseball and uplift baseball. E pyeta realisht është mësuar, është adaptuar me idenë që në Evropë mbizotëron sporti i futbollit dhe kësa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bejsbolli dhe sportet e tjera mbeten në kulm, po ka qenë një farë lloj sfide edhe për mua për me inkuadru bejsbollin. Yeah, and I think soccer is a beautiful game, and that's why it has so much global respect. And I think futbolli po është lojë e mirë dhe për këtë e merr këtë vëmendjen e madhe dhe respektin e madh. And I think people will be able to discover that baseball is also a beautiful game, and it is alive and well in Europe. And I think Kosovo is kind of the next spot to really enjoy that beautiful game. Por njëkohësisht të tregojmë që edhe Baseball 5 është një lojë atraktive dhe e pëlqyeshme, për këtë besoj që Kosova është si destinacion i mirë për të zgjeruar më pas. I can't let you without asking about World Cup being held in US. Yes. How massive is it? That's absolutely huge. Obviously for the United States, it's huge to be able to kind of welcome all these other countries and kind of show that we're able to host such an event. E pyeta për kampionatin botëror se masë kemi zekon këto vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se sa e madhe është ngjarja e organizimit të kampionatit botëror në Amerikë, dhe po thotë që po është e vërtetë shumë ngjarje e madhe edhe sidomos për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për me tregu që janë gjendje me organizuar një ngjarje si kjo. I think additionally for the Americans it helps us realize that soccer is a beautiful game, and it gets us more intrigued about soccer and really kind of can help with it. Like having more sports is always better, I think, because it gives more options for everyone to find things to play. Nikosisht e tregon edhe pjesën e bukur të futbollit dhe nikosisht në organizim, por në anën tjetër e rrit numrin e sporteve edhe pëlqyeshmërinë për sportet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I think mendoj po e pyes pak për Lionel Messi. I think that Lionel Messi did his part by coming to the US. Yes, absolutely. I mean, he has really changed the like kind of the perception of soccer in the United States. Coming to Miami allows a lot of Americans to get really, really excited for the sport. Ardha Lionel Messi I ka intrigu edhe amerikanët rreth futbollit dhe idesë për të luajtur futboll. Yeah, and I think that that's sparked a lot of people to go look for their own football clubs and find like where they can be really great fans and really be a part of kind of soccer around the world and be a part of the kind of the global conversation. Dhe nikosisht kjo ka bërë që ata të bëhen pjesë e diskutimit global dhe të kërkojnë ekipet e tyre të futbollit në mënyrë që të krijohen bazat e përkrahjes së tifozëve. Po ndalën edhe pak te kryetari I federatës, sa kanë zgjat përgatitjet? A ka me pas përgatitje edhe jashtë Kosovës apo jeni të fokusuar brenda Kosovës që më pas do të tani në Taranë? Përgatitjet deri me 27 korrekt kur udhtojmë për Taranto do të jenë kryesisht këtu te ne në sallat e fakultetit të edukimit fizik dhe sportit. Aty ku veproni edhe ju? Po, aty ku edhe ligjerojmë, sepse përzgjedhja është bërë ka herë, është dashur emrat të dërgohen atje kanë qenë shumë strikte edhe organizatorët e lojrave mediterane që duhet 2 muaj paraprakisht të caktohen emrat se kush do të luajë, kush do të jenë rezervat, me çfarë dresa do të luajnë, specifikat e dresave, ku do të jenë numrat, gjithçka është kërkuar me specifika shumë strikte. Kështu që do thotë do të jemi ne këtu. Përgatitje fizike s'kemi çaj bëjmë se atleti kemi gjithë përzgjedhësit. Taktike që po na ushtron Zak Smith edhe do na vjen pastaj më duket në mesin e korrikut edhe një trener italian, janë një javë ditë, kështu nga meqët e tanë që I kemi gjithandej botës, do na sjellim prap një trener tjetër që edhe ai do të na ndihmojë diçka në drejtim, po me rëndësinë e lojën e kemi kuptuar, është lojë shumë e thjeshtë për tu kapur, se është një lojë siç e tregoi edhe Zaku, do thotë edhe fëmia në shkollë mund me kapat lojë, vetëm duhet agjilitet, shpejtësi edhe suqelsi. Unë falenderoj për kohën shumë edhe prezencën në Radio Lugazinë dhe I tregu këto detaje shumë të rëndësishme edhe për njerëz me dëgju dhe I uroj shumë sukses sigurisht në Taranto. Faleminderit shumë. Faleminderit. Zak, thank you for being here. It was an honor. Faleminderit, I'm so grateful to be here.